Sikur që ma kam bu mu me... Atë kurthën e radiologjisë. Atë kurthën e radiologjisë. Që unë nuk e kom thonë. Unë nuk e kom thonë absolutisht, sepse nuk ka njëri... Me ne që pak të ka kushtur kjo. Po e kanë, dëgjëm, tash për fat keq, subjekti politik që e ka bu atë punë, këta e kanë drunga atë punë. Këta e kanë... Dëgjëm, këta jetojnë me këto gjana. Sepse unë nuk e thash, mu më ka ataku edhe familjen në fushat, më ka ataku edhe biznesin në fushat. Nuk kanë lënë metoda pa përdor për me arrit qëllimin e vetë. Në anën tjetër, unë nuk jam ashtu. Unë e zgjedhi metoda me arrit qëllimin. Ata e din, ata mesazhin tëmë e kanë marrë. Unë e kom pas x mundësi me hy në qatë garë që ata kanë provu me mështi. Po për mu, familja është e shej. Për mu, gara politike është një proces politik i cili Jo më herë të pas raporte miqësore. I cili... apo jo? Jo, nuk kom pas raporte miqësore, kom pas raporte shumë të mira. Po mëre, kom pas kontakte, kom pas raporte, kom pas respekt për to, kom pas... Në më thonë, sepse unë e kom pranu, edhe në vitin kër na i kemi hubë zgjedhjet, na kemi pranu që ato sekretar komune. S'ka fjallë. Edhe na e na njerës qyteti, na që të jemi rritë, bile aje ka edhe një lidhje familjare me disa familjarë të mi, apo kupton që tash nuk përdu me hy në ato farë gjona, po ata tash unë nuk e kom thonë në që më shku e kom pa raportin e radiologjisë. Sepse edhe fëmija në djep që do të populli e den që repart të radiologjisë nuk me pas unë e thash e këta kanë metodë. Kur më ka thonë ai mu, unë e kom thonë tash në të gjëmë, unë e vizitoj edhe QKMF-n, edhe AMF-t, edhe QKF-t. Aty nuk ka sapun, shampon milo dur. Okej, po. Sepse gjendja ka qenë e tillë, besëm. Gjatë fushatës, që edhe sot, unë ju sfidoj, shkoni në secilin ambulant mjekësisë familjare ose në QKMF, besoni që mjetë e higjienike nuk keni aty. Dokro, kur kom thonë unë i vizitoj, ata kanë marrë, e kanë prej edhe mane e kanë bu virale. E kanë bu virale sepse e kanë metodë tyne. Në gjëmë ata linqimin publik të njerëzve e kanë metodë. Unë e thash edhe më herët, nuk kom pranu me hy në këtë muhabet me to, për shembull, ata sepse me pas dasht me hy deri në qëtë nivel, ata e din edhe për kam po flasë.